Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me nëse si person jeni ndjerë në fëmirin tuaj që nuk keni patur atë dashuri që prisnit, të kuptoni që këto shpesh modele që ne kemi krijuar si fëmijë i marrim me vete në rritjen tonë, në jetën tonë. Mësoni që përvojat si pra që kemi kaluar në fëmirin tonë, shpesh formojnë atë që ne i bëjmë gjërat ashtu si ne fëmijë i ndjenjë, por nuk mund t'i shpjegojmë ose nuk i kuptojmë se si ne i bëjmë. Dhe përgjigja për të cilën e jap nga eksperienca ime është që ne si fëmijë jemi dhe veprojmë me ndjenjë që do të thotë me atë që ne na vjen nga zemra jonë. Pse? Sepse ne shumë gjëra nuk mund t'i shpjegojmë me mendje, sepse mendja nuk na ka ardhur. Pra ne jemi në zhvillim si fëmijë dhe në këtë rast, përvojat që ne kalojmë si fëmijë shpesh na formojnë më mirë se atë që ne kuptojmë kur fillojmë e rritemi. Me një fjalë, ja u them kështu, atë që di zemra dhe që shikon dhe ndjen shumë gjëra, jeni të vëmendshëm, kur nuk mund ta shpjegoj mendja. Pra, jeni të vëmendshëm, atë që di dhe ndjen zemra, kur nuk mund ta shpjegoj mendja juaj. Çfarë duhet të dini në këtë mesazh që ju dërgoj pra në këtë video? Bëhet fjalë që ne duhet të dimë atë që është ndoshta si fëmijë jeni ose kërkoni të ndiheshi të dashur ose tjetra dhe ju mungonte. Pra që të dyja. Mësoni që ne jemi që njerëzore për të cilën jemi që të gjithë unik dhe një nga fakti është që të gjithë ne kemi ditëlindje. Pra është data, është muaji, është viti për të cilën jemi në varësi të diellit, të hënës edhe të planeteve, por kur mos harroni, sepse edhe në qoftë se një datë mund bjerë e njëjtë për shembull në një binjak, përsëri koha e daljes së një fëmije nga një tjetri ndryshon dhe me sekonda. Pra do të thotë që jemi ndryshe, biles dhe brenda familjes. Me një fjalë të kuptojmë atë që të gjithë ne jemi rritur në mjediset tona, kudo që ka të bëjmë atë prindër të ndryshëm, edukim të ndryshëm, ndoshta nga kultura ndryshe, nga vendi, nga besimet kufizuese të tjera, pra të gjitha këto janë se si ne jemi pra rritur në mjedisin ton dhe të gjitha këto kanë ndikuar tek ne si fëmijë. Por në këtë rast unë po flas që ne si fëmijë kemi krijuar vetë ne kemi krijuar gjatë rritjes tonë modele për të cilën quhen ndryshe dhe mekanizmi i mbijetesës. Pse? Sepse që të gjithë ne kemi ardhur në këtë tokë, pra jemi nshëruar për të jetuar në këtë tokë dhe kujtoni këtë. Ndoshta ju jeni në proces dhe jeni duke ushtruar atë që të lidheni dhe të shëroni fëmijën tuaj të hershme. Ndoshta jo, varet ku jeni, sepse nuk dini, sigurisht nëse ju keni vendosur të vazhdoni me ritmin e jetës së ndryshimeve për të cilën po ndodhin në këtë afat kohor, sigurisht ne do të arrijmë, sepse qëllimi është që ne të ecim në rrjedhën e ujit dhe uji ecën normalisht vazhdon
dhe na tregon që të gjithëve ne ashtu si ecën uji që do të shkoj në një destinacion, do të shkoj diku, jemi dhe ne. Pra ne kemi ardhur në këtë jetë me një mision dhe me një drejtim dhe këtë e ka zemra jonë. Këtë kemi vepruar ne si fëmijë, por ajo që ne kemi krijuar tjetër si fëmijë është që duke mos u ndjerë pra të qenurit për të qenë i dashur ose dhe na ka munguar, janë të dyja, pra janë bërë plag, për të cilën gjatë rritjes tonë, pra gjatë rritjes tonë, në rinin tonë edhe deri më sot, pra deri në moshë madhore, është që janë me të vërtet plag dhe këto janë në mënyrë të pavetëdijshme, pra ndikush më thotë që si mund të marrun me vete dhimbje. Sigurisht, pyetja është, përse jeni këtu? Përse tani? Përse je bërë i ndërgjegjshëm tani që me ty po ndodh diçka? Pra, me një fjalë do të thotë që ne si qenie njerëzore, nga një afat kohor në një afat kohor, ne jemi gjithmonë në frekuenca, në rritje. Dhe në këtë rast do të thotë që ka ndodhur me ju, me mua, apo me këdo, për të cilën po ndiqni këto video dhe jeni të interesuar, ka ndodhur diçka në jetën tonë për të cilën ne u vetëdijsuam, pra ka diçka që nuk shkon. Dhe kjo është që ne po kuptojmë tani që po lidhemi me shpirtin tonë për arsye sepse është eksperienca që ne kemi kaluar dhe na ka mësuar. Dhe kjo është që ne si qenie njerëzore, hap pas hapi, me afate kohore, pra me shekuj deri tani, dhe në këtë shekull ne jemi në një nivel më të lartë të ndërgjegjësimit kolektiv, që do të thotë ne po zgjedhim të duam veten, dhe ku ne zgjedhim të duam veten, do të thotë që ne do të hapim zemrën. Pra, me një fjalë, ajo që ne morëm me vete, pra si fëmijë, është, do t'ja u shpjegoj tani, në 7 shenja me të cilat ju do të vetëdijsoni. E para, shenja e parë, për një pyetje vetes, është përgjigja po apo jo. A keni ndjerë mungesën e dashurisë në fëmirin tuaj? Po ose jo, se që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë jemi ndryshe. Mësoni që ku ne rritemi, pra rritemi si fëmijë, dhe kemi ndjerë mungesën e dashurisë, është që ne kemi një tru i cili krijon në mënyrë, pra, si thua, mekanizmin e mbrojtjes, mekanizma të modeleve me qëllim që në këtë rast, unë nuk do të zjatem në detaje, por është luftë, mbrojtje, largim ose dhe ngrirje, që do të thotë, për shembull, në një marrëdhënie, çfarë do lloj, kudo në çdo aspekt të jetës, ka debate, pra fillon, si thua, kur them luftë, nuk do të thotë luftë me armë, por luftë në kuptimin që ka, pra, zënje. Dhe në këtë rast, duke patur zënje dhe nuk ka bisedë, pra, për të zgjidhur problemin, por vjen ajo që quhet mbrojtje. Njëra pa lufton, sulmon, pala tjetër mbrohet. Ose sido që tjetë, pra ky është mekanizmi dhe në këtë rast, në marrëdhënie, ku njëri fillon sulm me shkak pa shkak, me qëllim pa qëllim, me vërtetësi pa vërtetësi, fillon, ne jemi mësuar, pra mekanizmi që ne krijojmë si fëmijë, ne jemi mësuar dhe do i vazhdoni, pra që të krijojmë mbrojtjen. Dhe me të drejtë se ne jetojmë në këtë realitet, pra shpirti kërkon që të na mbrojë. Dhe kjo është që ne në marrëdhëniet tona pa pritur të marrim, pra të kuptojmë për kush është qëllimi që po flasim, kush është qëllimi i asaj që filloi, pra sulmi. Pra dikush po të kritikon, ose dikush po të tregon diçka që ke bërë ndonjë gabime të tjerë dhe ti nuk e pranon, pra do të mbrosh veten. Kjo është që janë pa e kuptuar që në fëmirin tonë, ne këto zakone i kemi marrë edhe i zhvillojmë në marrëdhëniet tona, dhe jo vetëm në marrëdhëniet tona, por ne edhe nuk arrim që të rritemi nga ana personale. Pra rrim të zvogluar, rrim të shtypur, rrim të pafuqishëm. Gjithsesi,
Të kuptoni që kjo ndodh sepse ne si fëmijë e krijuam në kohën e fëmirisë tonë për arsye sepse nuk ndjeshim të dashuruar, nuk ndjeshim të sigurt. Dhe në këtë rast janë dy shënime, ju lutem. E para, më kuptoni, nuk ka të bëjë që ne prindrit nuk na kanë dashur. E para, nuk ka të bëjë me këtë në qoftë se nuk ju e keni marrë dashuri me kufizime, pra nuk keni qenë të vëmendshëm, nuk keni qenë gjithsesi, ose nuk keni parë, nuk keni dëgjuar e tjera. Pra e para, nuk është se nuk na kanë dashur, ata kanë bërë më të mirën për kohën e tyre. Niveli i ndërgjegjësimit të tyre ishte ulët dhe shpesh ata nuk e dinin ta jepnin dashurinë sepse dhe vetë ata nuk e morën. Pse? Për arsye se niveli i ndërgjegjësimit ton ka qenë në nivel të ulët dhe mos ju vi çudi që edhe sot në këtë kohë një pjesë për të cilën flet gjumë dhe është akoma duke kërkuar pra atë shpëtimin e gjërave që ndodhin në jetën e tyre, duke parë TV, duke parë filma, show të tjera për të kaluar atë ose të tjerët marrin drogë ose pije ose varësi nga më të ndryshme, nga gjërat që janë emocionet nga më të ndryshme për të cilat këto janë krijuar nga sistemi i modeleve të mbijetesës, pra të mekanizmit, në këtë rast luftë, mbrojtje dhe si. Në kohën për një pjesë nga ju largoheni, pra nuk doni që e ndjeni që jeni të pafuqishëm, largoheni dhe në këtë rast çfarë do të thotë që ju i bllokoni, pra ne kemi krijuar një mur. Dhe ky mur është që ne na pengon edhe gjatë rritjes, pra me emocionet dhe gjatë rritjes së jetës tonë. Por pyetja është, po si ndodh kjo? Pse e krijojmë këtë ne që në mënyrë të pavetëdijshme, pra mekanizmi i mbrojtjes? Sepse që të gjithë ne si fëmijë nuk jemi parë, ne nuk jemi dëgjuar. Pra nga prindrit për të cilët që ja u shpjegova i shënimin e parë që ata nuk e dinin ta jepnin sepse ashtu. Por shënimi i dytë, ata përsëri nuk e dinin, por është dhe tjetra që kanë përdorur edhe kjo është në ekstrem për të cilën në këtë kohë nuk është se po përdoret pra si dikur, por që ishte mund t'jeni keq trajtuar, pra kemi pas një prindër që ndoshta ka ndikuar tek nëna juaj, ka vënë dorë, ndoshta tek ty si fëmijë, ndoshta ka qenë prindër që kërkonin më tepër, pra disiplinë, pra kanë qenë të disiplinuar që të bëhen më të mirën e tjera. Gjithsesi tash dhe njerë, të gjitha këto është që i bënin në mënyrë të pavetëdijshëm, ashtu i kishin parë, pra ne si fëmijë i shohim te prindrit tanë, dhe atë që ne kemi parë është e lehtë për ne ta bëjmë dhe e marrim pa e kuptuar në zakonet tona. Dhe kush është përgjigja? Ne, si të rritur, në çdo lloj marrëdhënie kemi, pra nuk jemi të kënaqur, ndjehet ajo që mungon dashuria, ndjehet ajo që nuk ndjehesh i dashur dhe sigurisht që kjo ndikon edhe në nivelin ton personal. Pra sipas asaj që jemi, dikush mund t'jetë me një guxim prej budallaj, dikush mund të mundohet aq shumë të bëj që të arrijë atë. Sigurisht në jetë ka sfida nga më të ndryshme, dikush mund të arrijë dhe të ketë humbje, të ketë dhe dështim dhe këto janë të pranueshme, por të jeni të vëmendshëm që këto ne i krijojmë sepse na ka munguar dashuria ose nuk jeni ndjerë të dashur. E para. E dyta është që ne gjatë kohës në kohën e fëmirisë ne krijojmë dhe frikën e lidhjes së lidhjes, që do të thotë ne jemi që kemi ardhur si fëmijë pra në këtë tokë, pra dhe ajo që dihet që është si qenie njerëzore është që ne jemi të krijuar nga krijesa për të ndihmuar njëri tjetrin, bebi ka nevojë për ndihmë, për të mësuar dhe rritet dhe mëson për pjesëtarët e familjes, pastaj shkon dhe më gjerë në botën e jashtme të tjera, ashtu sikurse dhe do të krijojë se në fund të fundit ti rritesh dhe do bësh diçka në këtë, sepse jemi që të gjithë. Kjo është ajo që ne kemi mision dhe drejtim dhe në këtë rast është ditëlindja jonë për të cilën është busulla që e kemi në zemër dhe kjo zemër mban misionin dhe drejtimin e jetës tonë. Pyetja është, po përse ne krijojmë frikën e lidhjes?
Mësoni që kur si fëmijë pra nuk e kemi ndjerë dashurinë ose na ka munguar për arsyeën që ju tregova në shenjën e parë, është që rënjët i ka që ne jemi të pasigurt. Le të them një shembull të shpejt. Një fëmijë e zëma, shembull të thjeshtë, je fëmijë dhe luan me fëmijët e tjerë dhe fëmijët sigurisht nuk mbajnë që fëmijët janë me zemër, pra janë me ndjenjë, nuk është se mbajnë inate, por janë se jemi të ndryshëm, dikush është aktiv, dikush është i tërhequr e tjera. Dhe në këtë moment një fëmijë e përzë, një fëmijë tjetër e thotë ik dil nga loja, sigurisht që fëmija mërzitet, pra shqip mërzitet dhe kërkon që të ndjehet pra mirë në shtëpinë e vet dhe kthehet në shtëpi. Dhe në këtë rast dikush, pra prindri ose motra, vllai, kush kujdeset në momentin që ai shkon në këtë rast, mora zënien me fëmin, ai atje gjykohet, pra ç'a do të thotë, është që gjykohet o ti si i Zoti, gjithmonë kështu, ose nëse je në një vajzë, ne sigurisht ne jemi më të ndjeshëm, edhe meshkujt janë të ndjeshëm, por ata nuk e tregojnë sepse është ajo pra që shohin në familje. Dhe gjithsesi, okej, fëmijë, djalë apo vajzë, çado që ti jesh, je i ndjeshëm, se ne jemi fëmijë të tillë. Dhe në këtë rast, duke qenë që të gjykojnë, ti puf i mban pra këto emocione, i shtrëngon, i mban, i mbledh në trupin tënd. Pra nuk i shfaq më, nuk qall më, po dhe kjo është që ti je i pasigurt. Pra i pasigurt jashtë të nga fëmijë, i pasigurt dhe brenda. Çfarë ndodh? Rënja dytë është që duke qenë se je i pasigurt, ti nuk beson më. Pra do me thënë ti nuk beson, jo vetëm që nuk beson në vete, sepse është ajo që nuk të pranojnë ashtu si ti, pra se fëmijët tregojnë të vërtetën, dhe në këtë rast është që ti nuk beson në familje, nuk beson dhe jashtë, dhe detyrimisht ti shkëputesh nga ajo që ti ndjeje, pra e blokon, dhe këtë bllokim që është i emocionit, pra që nuk di ta shpreh, sepse ti si fëmijë e shpreh, por është pra kujdestari jot, prindri, motra, apo kushdo në shkolle të tjerë që ne jemi rritur, që të frenon, pra është ajo, dhe si rezultat është që ne kemi frikë, dhe në këtë rast është frika e lidhjes, pra nuk ke vërtetësi, pra nuk beson më ke të tjerat, dhe kjo është që ndodh edhe si i rritur në marrëdhëniet tona. Duke qenë se ne kërkojmë dashuri, sepse na mungon dhe kërkojmë dashurinë, pra ne lidhemi me të tjerët me dashuri në nevojë, sepse na mungonte dhe tani të kemi dikë që na mbushi atë që ndjehemi bosh. Po çfarë ndodh? Shpesh në këto, edhe pse jemi lidhur, ne qëndrojmë, sigurisht fillimi është një çik, sepse ne mësojmë nga njëri tjetri, dhe është ajo që të kuptojmë se ku jemi, si jemi, dhe në këtë kohë, duke qenë se na mungonte mënyra se si të shprehim emocionet me njëri tjetrin, sepse nuk i kemi ditur, është që ne krijojmë një marrëdhënie për të cilën ndoshta ose nuk bëjmë intim, ose nuk tregojmë të vërtetën, pra edhe pse jemi lidhur, por ose dhe shmangemi, jo vetëm në marrëdhënie romantike, bëhet fjalë në të gjitha marrëdhëniet, pra si fëmija, pra nuk tregon më të vërtetën se ke frikë ta tregosh sepse do të gjykojnë, ose shmangesh sepse e gjitha bëhet, jo se ne nuk duam që të kemi lidhje, sepse duam apo nuk duam, me ka shpirti jon, sepse ne kemi këtë zemër, nëse ne nuk do të kishim këtë zemër, ne nuk do të jetojmë, dhe zemra është busulla e shpirtit ton, dhe në këtë rast ne ndjejmë këto gjëra, jo se ne nuk duam që të kemi kontakt, por ne i shmangemi për arsye që të mos kemi konflikte dhe mos refuzohemi. Dhe në këtë rast është ajo që me të vërtetë ne krijojmë pra në lidhjen tonë frika e lidhjes, mos i çudi në marrëdhënie xhelozi ose pushtet ose kontroll e të tjera, që të gjitha këto janë që krijojnë që mund të kenë marrëdhënie që edhe për gjërat vogla ka grindje që pa e kuptuar në afat kohë sjellin stres, dhe mos ju çudi që në këtë kohë pjesa dërmuese kur vjen dhe mbas moshës 45 vjeç, ndjehen pa energji, ndjehen që me të vërtetë u mungon dëshira, u mungon ajo që shpesh mund të bëni dhe pyetje. Wow, sa shumë kam bërë dhe ku jam sot e tjera. Gjithsesi,
Ajo që na bën, pra lidhja, pra frika e lidhjes, e zhgënjimit e braktisjes, shpesh na bën ne që ne të ndjehemi të vetmuar. Pra edhe pse jemi në marrëdhënie ndjehemi të vetmuar dhe jo vetëm kaq, por është dhe ndërkohë që ndjehemi të vetmuar, përsëri ne dëshirojmë lidhjen. Pra edhe pse nuk bëhemi intim, edhe pse nuk tregojmë të vërtetën, edhe pse shmangemi, pra qoftë pra në çdo aspekt të jetës në marrëdhënie, ne përsëri dëshirojmë të lidhjen, sepse në fund të fundit ne jemi jo vetëm qenie njerëzore me kocka, me mish, por ne kemi këtë shpirt. Pra e kemi këtë zemër, e kemi këtë mrekulli, e kemi të lidhur, e vetë një gjë është që ne si fëmijë krijojmë pa e kuptuar në rolin viktim. Pra në këtë rast ishte mungesa e dashurisë dhe e dyta mosbesimi pra ndaj të tjerëve, pra nuk besojmë. Kjo është si rezultati pasigurisë që ndodhemi në jetën tonë, qoftë nga familja apo nga bota jashtme, sistemi e të tjera. Dhe kjo na sjell që ne me të vërtetë ndjehemi të vetmuar dhe ndërkohë edhe që kemi dëshirë pra të mbajmë lidhjen, qoftë edhe në një marrëdhënie që mund të jetë ekstreme, që të gjithë e dini dhe që të gjithë kemi kaluar sfida në jetë dhe varet se si ju e shikoni, pra si ju e kuptoni pra në atë zhvillimin tuaj të jetës, se ku jeni dhe si jeni. Dhe ajo që do të tregoj tani është shenja e tretë. Ne krijojmë perfeksionizmin, për të cilën është mekanizmi i mbijetesës. Që do të thotë, ku ne si qenie, pra si fëmijë, nuk e kemi ndjerë dashurinë, kjo me të vërtetë është që vjen perfeksionizmi, pra për të qenë perfekt vjen nga e kaluara dhe sigurisht është nga ajo që ne kemi pasur dashuri, po dashuri të kufizuar, pra do të thotë jo se prindrit nuk na donin, por nuk na jepnin vëmendje, nuk na jepnin pra ndoshta të refuzuar, të kritikuar, të nënqeshur ose refuzuarit të tjera, por gjithsesi nuk do të hyj përsëritjes, ajo që është në këtë moment që ne krijojmë këtë perfeksionizmin, është me të vërtetë që ne duhet të mësojmë që ne krijojmë një lloj pra si i rritur, si fëmijë ne kërkojmë të bëhemi perfekt me qëllim që të marrim sa më shumë dashuri, të marrim sa më shumë vëmendje, sepse na ishte kufizuar, pra nuk shikoheshim, nuk ishim pra nuk na jepeshe ajo dashuri që ne kërkonte shpirti jon. Dhe në këtë rast është që ne jemi të fiksuar mbas asaj për të qenë perfekt, për të bërë çdo gjë mirë, dhe mundësisht gjithçka, dhe kur kjo është që ne bëm kontrollin. Dhe kontrolli ka bazën frikën se mos dështosh, frikën se mos të refuzojnë, të braktisin e tjera. Tjetër është që duke qenë se krijojmë këtë perfeksionizmin, ne kërkojmë dhe ne qëndrojmë kritik edhe për gjërat të vogla. Pra mos ju vi çudi që në marrëdhënie, kudo në çdo marrëdhënie, edhe familjare, edhe të shtëpisë, edhe me shoqëri, me kolegë, ne qëndrojmë kritik, pra vetë ne kritoj edhe për gjërat të vogla. Dhe jo vetëm kaq, por ne nuk jemi në gjendje ose nuk pranojmë dhe kemi të vështirë të pranojmë që ne jemi të mjaftueshëm për atë që unë jam. Pse? Sepse ne nuk e pranojmë që jemi të mjaftueshëm, për arsye sepse ne kërkojmë që jemi të gjithanshëm, unë jam. Dhe kjo është bëhet debate edhe qoftë edhe brenda familjes me romantike apo me prindër motra që unë jam, ne nuk dëgjojmë, ne nuk kemi durim të dëgjojmë se kush është ajo që do të tregoj unë për shembull ndaj motrës ose vllajt ose me partnerin, pra ne nuk dëgjojmë deri në fund sepse është ajo që perfeksionizmi që ne kemi krijuar, që ne jemi mbi të tjerat. Po kush ne jemi ne? Këto janë që janë krijuar në mënyrë të pavetëdijshme edhe jo vetëm nga familja, por vetë ne, sepse kërkonin që të ndjeshim të dashuruar, pra të na jepnin vëmendje, të ndjeshim të dashur. Gjithsesi, e gjitha kjo është që na sjell në marrëdhëniet tona zhgënjime, na sjellin konflikte, na sjellin debate,
pa e kuptuar këto vijnë nga shpirti, ulërima vjen nga shpirti, por ne nuk e kuptojmë dhe ne e krijojmë me ajo në kohë që na vërtet shpirti, nga që ne nuk dim dhe do ta tregoj në vazhdim, ne nuk dim të punojmë me emocione dhe kjo është që për sa kohë ne do të rrimë me kritikën e brendshme, pra do të kritikojmë veten që ne kemi fajin, pra pa e kuptuar është në rolin viktim, pra janë muret që janë krijuar, janë blokadat që i kemi në zorët e barkut, dhe në këtë rast duke kritikuar ne jo vetëm që nuk e shijojmë jetën, pra me të vërtet nuk e shijojmë jetën, sepse jemi perfekt, dhe kjo është po ashtu edhe suksesi, dhe si ta kuptoni, jo vetëm në marrëdhëniet tuaj, në shtëpi, me fëmijët, me këdo, me motër, vëllezër tjera, por edhe në punën tuaj, dhe si ju bëni, duke që kërkuar perfekt, ne punojmë më tepër se ç'duhet, ne lodhemi më tepër se ç'duhet, dhe shpesh kur vjen dikush që na, për shembull, thotë, Diana, ke nevojë për ndihmë, ne e ndjejmë të bezdishme ose na duket vetja sikur ne nuk kemi të mjaftueshëm, se e kemi në mënyrë pra kritika. Jo, nuk është nevoja, pra i bezdisemi. Pra kjo është ne nuk shijojmë veten, pra jetën tonë, pra ajo që nuk i japim vetes, pra me kritik, nuk i japim vetes pushim, nuk reflektojmë për veten tonë, po vetëm bëj, dhe ndërkohë edhe sukseset që ne arrim, sepse jeta jo nuk është vetëm bëj pun, vetëm me sfida e tjera, por është që kemi dhe suksese, por ne këto suksese ne nuk i shijojmë për arsye sepse ne nuk jemi kurrë të mjaftueshëm. Pra sa bën një gjë, bum një gjë tjetër, sa bën një gjë, bum një gjë tjetër. Për shembull, sa mbaron një ndërtim të banesës e ke dëshirë dhe nuk ka asgjë gabim. Fillon një makinë dhe e ke një makinë, tani e dua luksoze, por një gjë të dini, jeta është e thjeshtë. Krijoni gjërat që me të vërtet ju shërbejnë ju. Unë jetoj në një qytet të vogël dhe nuk ka asgjë gabim që të ketë makina. Por si mund të shkosh në një qytet me makinë për një punë që është 5 minuta me këmbë? Pra çfarë do të thotë? A shumë të lënduar jemi ne, sa atë që ka tjetri ta kem dhe unë, pra ta kem makinën, edhe pse puna jote është 5 minuta. Sigurisht, edhe nuk e flas që ta keni makinën nuk ka asgjë të keqe se mund të shkosh në një qytet me 2 orë, 3 orë, por bëhet fjalë kur udhëton me makinë për të shkuar 5 minuta në punë. Mendo çfarë perfeksionizmi ne kemi krijuar që është në bazën e lëndimit. Pra duke parë vlerën këtë të tjerat. Tjetër, e gjitha kjo vjen se ne ndjehemi bosh. Shën tjetër është që ne kemi empati dhe në këtë realitet, në këtë botë, janë njerëz që janë empat dhe njerëz jo empat, njerëz që ndjejnë, empat janë që ne ndjejmë. Pra kemi një ndjeshmëri. Ndërsa njerëzit që janë jo empat nuk e shprehin ndjeshmërinë. Gjithsesi të kuptoni që është interesante që ne që na mungon dashuria, pra që na mungon dashuria, është që ne bëjmë shumë të ndjeshëm. Pse ne bëjmë shumë të ndjeshëm? Sepse ne si fëmijë, duke qenë se na mungon dashuria, duke qenë se ne kemi frikën e lidhjes, pra ajo që na kërkon dhe duke kërkuar perfeksionizëm, pra të jemi të gjithashëm, duke filluar të gënjejmë, sepse kërkojmë që të ndjehemi të dashur, të ndjehemi të vëmendshëm, ne fillojmë që në mjedisin tonë, si fëmijë, ne krijojmë pra ato sinjalet për të kapur emocionet, pra në mjedisin tonë. Dhe si, për shembull, kudo që të jeni, për të parë se si e ka mimikën Diana, si e ka zërin Diana, si ka lëvizjet e trupit, pra duke parë këto sinjale me qëllim që ne në mjedisin tonë të jemi të vëmendshëm që të mos gënjemi, të mos braktisemi, pra të veprojmë sepse kemi frikën e lidhjes, pra të sigurohemi, dhe në këtë rast çfarë bëjmë është që ne krijojmë pra këto mekanizma për të mbijetuar, duke mohuar, duke marrë emocionet e të tjerëve, me qëllim që të jemi të kujdesshëm, pra mbijetesa, që të mos zhgënjemi dhe të mos refuzohemi. Dhe si përfundim, si rritur, kjo kthehen me të vërtet kjo
ndjenjë, pra sepse ne marrim emocionet, pra si janë emocionet, ne I marrim si fëmijë edhe në rritjen tonë. Dhe si, kudo në çdo marrëdhënie, në çdo ne bëjmë shumë të ndjeshëm dhe mënyra se si sillen të tjerët, ne I marrim këto emocione pa I kuptuar, sepse jemi të ndjeshëm, pra I kuptojmë kur një person është I mërzitur, ose sido që tjetë, pra nga fytyra, ose trupi lodhur, ose zërin e tjera, gjithsesi të larta apo të ulët, nuk ka rëndësi, ne I marrim këto emocione dhe shpesh ne kujdesemi për të tjerët ose edhe bëjmë më tepër se ç'duhet. Dhe në këtë rast, jo vetëm që ne marrim emocionet e tyre dhe nuk I dallojmë më, por ne arrim që të bëjmë aq shumë për të tjerët sa ne humbasim atë nevojat dhe dëshirat tona. Pse se ne bëjmë si të ndjeshëm më shumë dhe në këtë rast të kuptoni që kur ne jemi, pra nuk na ka munguar dashuria, është që ne krijojmë dashurinë në nevojë. Pra do të thotë këto gjëra që ne krijuam, mekanizmin e mbrojtjes që krijuam si fëmijë, ne kemi nevojë për dashuri dhe ne e shprehim pra me ndjeshmërinë tonë, ne bëjmë më shumë për të tjerët dhe kur të tjerët nuk na japin atë që ne bëjmë dhe ne e bëjmë se ne duam, pra duam e ndjej, e kam të nevojshme të ndihmoj, se ndihem unë mirë, sepse kam krijuar këto pra në mënyrë të pavetëdijshme mekanizmin e mbijetesës dhe kjo është në këtë rast ne nuk arrim të lidhemi me nevojat e vetes tonë dhe kur nuk arrim, pra nuk kemi me energji, ne vëmë gishtin ke të tjerët, pra partneri ose familja ose dikush tjetër e ka fajin, pra sigurisht as dhe njerë ata për mënyrën e tyre, sipas asaj që ju tregova, ishte në nivelin e ullët dhe nëse të tregonte e Diana bëu me shkollë ose më tash, në një anë ata nuk ishin asgjë gabim në këtë rast, por për anën e tyre ata ishin mirë. Po ai duheshe kjo shkolla që të bëri Diana tani sot në këtë edhe që janë para jush, absolutisht ajo ka qenë hiç. Megjithatë ishte sistemi mbijetesës në atë kohë për mua dhe ishte që tisha karrieriste, tisha me një diplomë e të tjera edhe faktikisht asnjëherë nuk më është dashur. Gjithsesi këto na I tregon shpirti ku ne lidhemi me veten tonë. Dhe kjo është ne pa e kuptuar si I rritur edhe në moshë madhore, ne ndjehemi që kemi lodhje emocionale, pra ne ndjehemi që jemi bërë akoma dhe më të ndjeshëm dhe më emocionueshëm, sepse ne kemi marrë dhe emocionet e të tjera. Dhe mos ju vi çudi që procesi juaj është shumë I vështirë, sidomos e gjeneracës time të shekullit 20, duke filluar nga vitet 50, 60, 70, 80 deri në 90, nuk mund të përjashtoj tani, sepse ka frekuenca rimi, ka frekuenca që kanë parë, janë akoma njerëzit që flen gjuhë në nivel të ulët pra të gjërave që nuk na shërbejnë më, qofshin të kulturës, të besimeve, të traditave të tjera që nuk I shërbejnë më kohës, gjithsesi rinia është në zhvillim se ka energjinë, por jemi ne gjeneraca jonë që ju e ndjeni, që jeni prindër ose gjyshër, që ne duhet të arrim në veten tonë për të liruar nga gjërat që ne kemi marrë nga të tjerët, por që ne kemi krijuar vetë, pra sistemi në këtë rast, këto gjëra që po I tregoj që ju ka munguar dashuria dhe po kështu që doni të ndihni të dashur, këto I reflektojmë në marrëdhëniet tona dhe ky është rezultati që ne nuk kemi arritur të jetojmë jetën me të vërtetë me bukurinë e saj, ashtu si ne e ndërronim si fëmijë apo e kishim dëshirë. Gjithsesi, përse ndodhi kjo është një e pesë, ne kishim vështirësi për të komunikuar me emocionet tona, për të shprehur emocionet tona. Sigurisht duke qenë se ne na mungonte pra dashuria, pra nuk e morëm dashurinë siç duheshe për të shprehur ato që ne si fëmijë kishim, ne I morëm dhe si I rritur dhe mos ju vi çudi që si U rritur, ndoshta jeni qeshur, ndoshta jeni neglizhuar, refuzuar, apo ndëshkuar e të tjerë. Gjithsesi, kur kjo ndodh, ne krijojmë një mur, pra nga fëmijë në rinin tonë, ne krijojmë një mur dhe ky mur që është bllokada në zorët e barkut, ashtu sikurse dhe hijet mendore, sepse ky trup ka dy energji, energjinë maskullore, mendje, energjinë femërore, organet tona, zemra jonë, gjithë organet, pra çdo gjë që ne nuk e shohim në brendësi,
dhe kjo është energjia femërore. Gjithsesi, ne kemi punuar gjithmonë me energjinë maskullore, pra bëj, sa nuk po marrim frymë. Pra vazhdojmë dhe vetëm vjen një moment që sepse ne kemi shpirtin, ne kemi këtë shpirt, ne kemi shpirtin, se zemra, tash dhe njerë, pa zemrën ne nuk do t'jetoni. Zemra është busolla, është hiri ynë që ne kemi që të gjithë misionin dhe drejtimin për të vazhduar një jetë, sepse kemi ardhur në këtë jetë, do të jetojmë. Mënyra se si jetojmë, ju tani po mësoni vërtetësinë. Kjo është vërtetësia e jetës për të cilën e kemi krijuar dhe jemi gjithmonë në zhvillim, sepse universi jeton me momentin tani këtu dhe ajo që bëni sot do ju çojë nesër. Çfarë ndodh? Duke qenë se ne në rini kemi këto të bllokuara mur, ne bllokojmë dhe emocionet tona të larta, që do të thotë ne kemi si fëmijë talent, ne kemi si fëmijë dhuntim, pra i kemi këto gjëra, por këto janë të bllokuara dhe e gjitha ku ne si rritur, çfarë ndodh? Është që ne kemi vështirësi në çdo lloj marrëdhënie, kudo në punë, në shtëpi, në familje të tjera, me shoqërinë, ne kemi vështirë të gjejmë fjalët për atë që ne ndjejmë. Pra e kemi të vështirë, pse ne nuk dim se si të punojmë me emocionet. Por ne pa e kuptuar në mënyrë viktim, në rolin viktim, pa ditur, bum, dikush flet dhe direkt të mbrohemi, dikush flet, do shta bën dhe kritik të drejtë. Jo, nuk do ta pranosh, sepse qyqa, ti ke krijuar një perfekcionizëm, ti je i gjithanshëm, ti je më mirë se të tjerët e tjera, që ne nuk dim asgjë. Pra çfarë do lloj që ne kemi mësuar, ne jemi bosh. Pra ndaj ndjehet që ne jemi të vetmuar, ndjehet që ne nuk kemi arritur atë që ne kemi punuar, kemi dhënë aq shumë dhe përsëri në jetë ndjehemi pa energji të raskapitur dhe sigurisht nuk arrim, edhe nëse kemi arritur një sukses, nuk e kënaqem. Tjetër është, ne jemi të shqetësuar edhe kur jemi të lumtur, edhe kur jemi të dashur, edhe kur jemi të zhgënjur. Si ta kuptoni, kur jemi shkoni në një dasëm ose në një festë dhe edhe pse ka gjallëri, ti përsëri nuk merr pjesë, pra ndjesh që nuk je ajo që është në të vërtetë për të gëzuar. Pra shqetësohesh, si në gëzim, si në zhgënjim. Tjetër është që ne në këtë shoqëri paraqitemi me dy fytyra, pra ndryshe në shtëpi, ndryshe jashtë. Dhe që të gjithë jemi në këtë fytyrë janë dy shpirtra, pra që do të thotë jemi një shpirt që e kemi marrë nga të tjerët dhe një shpirt që e kemi krijuar vetë. Pra që do të thotë që të dyja këto, duke qenë se kanë qenë në nivelin e ulët, pra në këtë rast po flas që nuk jemi ndjerë të dashur ose na mungon të dashuria, sigurisht ne pra fillojmë të përdorim gjërat që janë të pavërteta, të flasim pavërtetësi dhe shpesh të vëmë gishtin ke të tjera, pra të tjerët e kanë fajin dhe nuk arrim të shohim gjërat në veten tonë. Dhe kjo sigurisht që na sjell konflikte. Pra nuk jemi në gjendje të ndjejmë atë çfarë unë ndjej. Pse? Sepse përgjigjen do ja japim gjithmonë me impulset e mendjes direkt se jemi dikushi. Ndërkohë që të gjithë këto janë që këshill. Në këtë kohë të evolucionit, me të vërtetë të rritjes së ndërgjegjësimit kolektiv që kanë hyrë frekuenca të larta, dhe më besoni që është me të vërtetë koha e vërtetësisë së jetës, dhe doni apo nuk doni janë dy rrugë, ose ju do të vuani ose ju do të ecni me ritmin e ndryshimeve kozmike, pra në këtë rast qenies tonë në frekuencë të lartë, sepse është një inteligjencë e lartë, ndërkohë është që kërkohet që ne të hapim zemrën duke u lidhur me veten tonë. Pse? Sepse kjo do të na japi mundësi që ne të lirohemi nga ky mur që tull, murin jo ta shëmbim për një herë, sepse në këtë mur ka edhe të mirat tona, pra gjatë jetës ne kemi pas dhe mirësi, kemi pas dhe sukses, kemi pas edhe bukurit të jetës, që të gjithë e dini. Pra, po
por ne do të heqim tull murin me qëllim që në këtë rast të gjitha emocionet e bllokuara si frika, gënjeshtra, mashtrimi, i pafuqishëm, xhelozia, urrejtja, inati e të tjera, pa nga pakto duke u marrë me veten tonë, ti transformojmë këto energji, se energjia nuk shkatrohet dhe emocionet që ne kemi janë energji, emocion, është drivje, pra ti ndjejmë ato që ne ndjejmë tani këtu në këtë moment, çfarë ju ndjeni, çfarë po ndodh në shtëpinë tuaj, çfarë po ndodh me ju në botën e jashtme, çfarë po ndodh kudo që të jeni, si ndjehesh pra në këtë rast, duke parë këto emocione, mos rezisto, por ndjej me vërtetësi, ashtu si e ke situatën. Ti nuk do pranosh situatën që ndodhi, ti do të ndjesh dhimbje që ndodhin, pra atë që të shqetëson ty. Kush të shqetëson ty si person? Jo tjetri, apo ka tjetri të drejtë, apo jo, është puna e ti. Ti vet si person, pra ne jemi të thirrur që të lidhemi me veten tonë dhe kjo na hap dyert për të krijuar jetën e re, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, por të kuptoni një gjë. Ne jemi alkimistë sepse ne kemi trupin e energji, këtë trupi mrekullueshëm, kjo zemër e mrekullueshëm, ne nuk jemi të shkëputur nga energjia, sepse ne universi nuk është se ne na ndalon, ne kemi energjinë se zemra por ne nuk arrim se ne kemi të bllokuar këto emocione. Prandaj emocionet në zorët e barkut dhe emocionet në hijet tuaja mendore, nëse doni dhe jeni të thirrur, ju jeni të lirë, Diana ju motivon, por edhe ju tregon vërtetësinë, por nuk i ndryshoj unë, jeni ju që jeni të thirrur, duke qenë të lirë, ju do të merrni ndihmën e kërkuar dhe nga e kaluara çfarë ne kemi marrë me vete, sepse shpirti është i përjetshëm dhe shumë gjëra i kemi marrë dhe nga fisi e dhe tjera, ne këto lirohemi nga vet energjia, vet universi, vet frekuencat e larta të rritjes tonë, pra vet energjia jonë na liron, sepse çdo që keni kaluar në jetën tuaj, ne kemi pasur dhe momente të mrekullueshme, pra energjia është lëviz. Pyetja është, a jemi ne duke qëndruar me çfarë kaloi dhe çfarë do të vi, apo do të fillojmë nga tani, çfarë ndjej unë tani, me qëllim që të rregulloni në çdo aspekt të jetës, çdo gjë që ju dëshironi, por në fillim në veten tonë, sepse ne na ka munguar dashuria dhe nuk jemi ndjer të dashur. Dhe ku nuk jemi ndjer të dashur vetë, si mund të jepet dashuria ke tjetri? Prandaj është thirrja që ne të kthejmë energjinë në veten tonë dhe si individ, kur unë ta kem dashurinë, pra se e kam në zemër, atëherë dhe do të di ta jap të tjerët dhe kjo është që ne krijojmë një shoqëri të mirë, një botë të re. Gjithsesi, ne nuk jemi dembela dhe ajo që na mungon ne është hormoni i lumturisë. Dhe për të arritur në hormonin e lumturisë, ne duhet të lirohemi nga këto emocione, ti transformojmë energji të ulta në energji të larta dhe kjo na bën që ne të ecim në bukurinë e jetës. Shën tjetër është fajsimi dhe pasiguria e vazhdueshme që ne japim vetes tonë. Çfarëdo lloj që ne kemi kaluar në jetën, ne e quajmë veten të pamjaftueshëm. Sigurisht kjo vjen që ne kemi me të vërtetë këto emocione të bllokuara në veten tonë dhe kjo është që ne pa e kuptuar në mënyrë pra e veçortojmë veten tonë. Dhe si ne nuk kemi vlerë, ne nuk jemi të aftë, ne nuk e meritojmë dashurinë. Shpesh ne ndoshta ndjehemi dhe e kuptojmë që nuk na jepet dashuria apo nuk na jepet ajo që ne kemi mirësi. Pra nuk e ndjejmë as dashurinë as mirësinë. Shpesh ne kërkojmë që suksesin, pra atë që ne kërkojmë, ëndërrojmë, e presim, ja lëmë në dorë fatit. Por suksesi vjen me aftësitë që ne kemi, që të gjithë ne jemi unik, që të gjithë jemi të mrekullueshëm, që të gjithë kemi një mision dhe ne ndihmojmë se ne nuk jemi vetëm, ne kemi ardhur në këtë tokë ëngjëj dhe në këtë tokë do rikthehemi po ëngjëj, por që të bëhemi ëngjëj përsëri, ne do të hyjmë në veten tonë dhe të mos fajsojmë as veten dhe të mos jetojmë më me pasiguri, sepse tjetër është që ne e ndjejmë veten fajtor, pra qoftë unë filloj të mbroj veten time, unë e ndjej fajtor.
Ju lutem, kur ju uleni në veten tuaj, nuk ka të bëj me egoizmin, ka të bëj që ju do të punoni, pra mos e kritiko veten, çfarë ndodhi, nuk ka rëndësi. Ne do të mësojmë, në fund të fundit, në qoftë se ne nuk do të pranojmë dhimbjet, ne nuk do të shërohemi, në qoftë se ne nuk do të pranojmë krizat, ne nuk do të dalim nga krizat. Pra ajo që ne na mëson është që duke ulur në vete të mësojmë të metat dhe të mirat ti vazhdojmë, të metat ti lëm pa gjykuar, pa kritikuar, pra ne duhet të falim. Dhe kjo është sepse në përsa kohë ne nuk falim, qoftë veten që të shërohemi, qoftë të tjerët që të lirohemi, edhe nëse na kanë bërë dëm, të kuptoni që ky fajsim, në qoftë se qëndron në trupin tonë, ne do të jemi të paralizuar edhe nga ana jonë, pra për të vazhduar nga ana jonë personale, për zhvillimin tonë personal. Pra do të ngelemi në vend, dhe duke ngelur në vend, ne nuk jetojmë. Ne mbijetojmë, sepse këto gjëra i kemi krijuar që fëmijë edhe në vazhdim prej mungesës së dashurisë, prej mungesës së qenurit i dashur. Dhe së fundi është, a ndjeni që ju bëni më tepër në marrëdhëniet tuaja? Pra mbi kompensimi në marrëdhënie, pyeteni veten, a keni bërë më shumë se ç'duhet, duke i dhënë më tepër atë që duhet për të tjerët? Sigurisht kjo vjen sepse ne e bëjmë se kemi nevojë për dashurinë, sepse nuk e kemi ndjerë në fëmirin tonë, dhe kjo është që ne bëjmë që të dukemi, që të marrim dashurinë, të vlerësojmë, të mirësojmë e tjerë. Gjithsesi, ajo që ne do të kuptojmë është që gjatë kohës marrëdhënieve tona, duke bërë më tepër, ne harxojmë energjinë tonë. Dhe jo vetëm që ne harxojmë energjinë tonë, por ne vetë e bëjmë këtë sepse unë pres që të më vlerësojnë, unë pres që të më thonë, okej, ti që ke, sepse është perfekcionizmi, është ajo që më mungonte, pra kontrolli e tjera, dhe në këtë rast pres vlerësim, pres miratim, kudo në çdo marrëdhënie. Tjetër është ne neglizhojmë nevojat tona, sepse duke bërë për të tjerët, unë nuk arrit të realizoj nevojat e mia. Po dhe unë jam njeri, dhe unë kam nevojë për këta. Dhe pse vjen kjo? Të kuptoni një gjë, që kjo vjen nga ajo që ne kemi marrë si fëmijë nga e kaluara jonë, dhe mbi të gjitha është që dashurinë ne duhet ta fitojmë. Ju lutem, shënim. Dashuria nuk fitohet me atë që ne bëjmë, por ne e meritojmë. Pse e meritojmë? E kemi në zemër, e kemi, dashuria ekziston. Është dashuria ynore, shiri ynor, e kemi që të gjithë. Kujtoni fëmijët tuaj, nëse nuk jeni akoma me fëmijërin tuaj të liruar të eshme, fëmijët tuaj si janë ëngjëj, dhe ne kemi qenë ëngjëj. Pra kjo është kërkohet që ne kemi dashurinë dhe e kemi në zemrën tonë, por që të arrim këtë ne do të lidhemi me veten tonë, dhe kjo është motua e këtij shekullit të ndërgjegjësimit lart kolektiv, të një inteligjencë të lartë, për të cilën ju fton ju që të gjithëve të lidheni me veten tuaj. Është koha juaj, kjo është mantra, është koha ime, sepse është, dhe është vërtet, është koha juaj. Mos e lini më jetën të shkoj dëm, jeta është e shkurtër për të vuajtur me motra, me vëllezër, me familje, me çfarë do lloj që keni. Jini të vëmendshëm, jeta është e shkurtër, ju nuk e merrni në mend. Shumë kanë humbur jetën pa e ditur që ka dhe një mënyrë tjetër. Ju tani po ju jepet kjo mundësi. Ecni me ritmin, si ndryshon natyra, do të ndryshoni dhe ju. Dhe të kuptoni që ju nuk jeni të mpirë, ju nuk jeni që nuk keni vlerë, ju nuk jeni që jeni dembel, ju jeni të mrekullueshëm. Kur ju dëgjoni veten tuaj, kur ju të filloni të dëgjoni, të lidheni me atë çfarë ju ndjeni në momentin prezent, ju do të kuptoni që ju jeni dritë, dhe ne jemi dritë, se është zemra jonë, është iri, është astrale, ne jemi të lidhur, dhe prandaj është që sa më shumë ne të lidhemi me veten tonë, aq më shumë, pra kjo kërkohet që ne të hyjmë në thellësi dhe të lidhemi me veten tonë. A jeni gati, se askush nuk ja u prek, por të jeni të sigurt që si ndryshon, si fillon viti, tani jeni në kulmin, se jemi në stinën e pramerës, që po vjedhe ja një muaj vjen në stina e verës, ne do të bëjmë akoma dhe më të ndjeshëm, por ju jeni të thirrur në këtë kohë me qëllim që të gjithë të lidhemi me veten tonë. Nuk është turp
që të lidhesh me veten tënde dhe të bësh atë që ty të kënaqesh, atë që ti ndjen, ti nuk je gjithashëm. Ti je një person për atë që të jep kënaqësi, për atë që ti kërkon të i kesh në marrëdhënie, krijoje, por në fillim lidhu me veten tënde me qëllim që të arrish të kthesh energjinë e humbur që ne kemi marrë nga të tjerët apo dhe kemi krijuar vetë me qëllim që të krijojmë dashurinë e veten tonë. Pra, ne duhet të duam veten me qëllim që të na duan të tjerët. Dhe të kuptoni një gjë, që kur ju të arrini në këtë, pra të lironi këto blokada, ju do të hapet zemra, pra sa më shumë të lironi emocione që janë në zorët e barkut dhe hije dhe këto transformohen nga energji të ulta në energji të larta, hap pas hapi duke i përsëritur çdo ditë me forma shpirtërore. Unë nuk do të hyj se ju ndiqni këto video, të jeni të sigurt që jeta juaj do të lullëzoj për veten tuaj, për fëmijët tuaj, edhe më gjarë, edhe si individ, ne do të kontribojmë për të ndihmuar njerëzit që të krijojnë botën që ne e meritojmë për të jetuar, që të gjithë të ndihmojmë njëri tjetrin, të mësojmë nga njëri tjetri dhe të krijojmë për të ndihmuar njëri tjetrin dhe jo të na kthehet çdo gjë që është bërë deri më sot në kurrizën tonë si sklevar. Pra kemi humbur energjinë, kemi humbur ndjenjat, kemi humbur atë që jemi qenie njerëzore, humane, për të ndihmuar njëri tjetrin. Kjo është shtirja, kuptoni një gjë, ju do të bëheni të pandashëm, por nuk u ndalon askush, asnjë lloj pengese, kur ju bëni gjërat për të cilën me të vërtet askush nuk ju pengon. Po kush janë këto gjërat? Është mendësia juaj. Si e keni mendjen? A jeni optimist? Është karakteri juaj, si je me karakter, a jep dashuri, është personaliteti juaj, çfarë je duke kontribuar në këtë jetë, është transparenca juaj, sa je ti transparencë me njerëzit, sepse në fund të fundit në këtë botë ka dhe njerëz që janë të lënduar, që janë në rolin e viktimës, pra qëndrojnë ignorant, por në fund të fundit ata janë njerëz, ne nuk kemi pse i gjykojmë. Nëse, pra transparenca, sa jemi ne transparent, sa jemi fleksibël, sa jemi diplomat në kuptimin për të ndihmuar njerëzit, ne nuk i prekim lirin, por në fund të fundit mënyra se si sillen mund është dhe për ju, dhe së fundi, ne jemi e gjithë qenia jonë, ne jemi dashuri. Duheni veten, se kur doni veten, ju do të krijoni botën e bukurisë, dhe në këtë rast tirje për të gjithë gjeneracën time, se ne kemi lëndime, mendoni sidomos në Shqipëri, ne jemi rritur në sistemin komunist, ne na ka hyrë frika në palc, prandaj lidhuni me veten tuaj, edhe duke sa më shumë ju të kaloni kohë, qoftë edhe me 5 minuta çdo ditë me higjiene shpirtërore, si meditim i qetë me veten tënde, shko në një vend të qetë, jepi vetes durim, optimizëm, pra mos rri me mendje, mendja do t'i bëj gjërat. Lidhu me veten tuaj, 5 minuta, meditim, lidhuni me natyrën se është shërues, lidhuni me frymëmarrjen tuaj, filloj në fillim është e vështirë, ashtu sikurse edhe unë, por tani, oh my god, sa e bukur është jeta, me dëgjimin e muzikës shpirtërore, jo muzikën që bëjnë bum bum bum, sa ju udhtojnë, por muzikën e shpirtit të qetë, ditar, si e kalove ditën, falendero që po gëdhijesh, ngrej kokën e qelë, sepse me një simbolet, me një sinjalet e bukurisë jetës, e të gjitha këto, pra jeni gati, këtë kërkohet në këtë shekull, për të cilën jemi në bukurinë e jetës, dhe ne do të shkojmë, doni apo nuk doni, kjo është jeta, kjo është perspektiva, kjo është zhvillimi i qenies tonë njerëzore, sepse nga shekulli në shekull, ne si shpirtëror, pra shpirti jeton, doni apo nuk doni, shpirti jeton, vetëm se ka zhvillime, dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër.